Gent Progbi po futet për bërë denoncimin pasi sot e ka kërcënuar, dikush ka tentuar ta godasi me thik. Dhe më në fund, pas shumë tentativash për bërë denoncimit e komisariati numër 1, më në fund pranuan që të marrin denoncimin e Gent Progbi. Tani të bëhet denoncimi për një person që ka tentuar ta godasi me thik përpara toptanës. Defend Albania! Edhe njerë për ta qartësuar për gjithë ata, sot bëhet fjalë për një video ku disa djemë që Genti ka dyshuar se janë politë civil që vim për të parë protestën dhe për të ndikuar tek protestuesit, të shyrë frikë tek ata. Teksa Genti ka filmuar, Gent Progbi ka filmuar, njëri nga këta e ka kërcënuar dhe ka tentuar të godasi me thikë, ka nxjerrë thikën nga xhepi dhe ka tentuar ta godasi. Dhe në këtë moment, sapo Genti është futur në komisariatin numër 1 pas shumë tentativave prej disa orësh për të futur në komisariat që të bëjë denoncimin, ndërkohë që policia i thoshte që nuk kemi policë apo gjë që ta marrin denoncimin tënd. Dhe pas disa orësh, siç e patët tek video, Genti u fut për bërë denoncimin për atë që e ka kërcënuar dhe ka tentuar ta godasi me thikë. Yeah,